sepse janë me paga mongut. Mirë po e gjithë thymja ime ka qenë te paga e fundit. Ju ka pagu paga ekipit edhe disa pejlitarëve kyç që kanë qenë, që e kanë bojt barën kryesore, që ju ka përfundu kontratën, ju ka pagu e pagë. Na u ka pagu vetëm një pagë, për gjithë aty në burqeve që ka qenë, po kurse disave që ju ka kry kontrata, domethënë aty nuk ju ka pagu e pagë. Edhe unë aty definitivisht ka marrë vendim me njerë që unë nuk kam të bëj, apo nuk mund të rrugtoj me këta njerëz më. Sepse është shumë me tarë keq, ose është gjyna domethënë që me i ndo 4-5 individ, pse këta njerëz domethënë ndonë për grupi tjetër. Aty ju ka përfundu kontrata? Ju ka përfundu kontrata, domethënë, po burgji ka qenë. Po. Domethënë mu ka përfundu kontrata dhe mu. Jo, kanë qitë parët veç ata që kanë metë në klub. Bravo, që kanë metë ne kem një varfurme, po edhe disave. 2-3 vetëve edhe aty në që ju ka përfundu kontrata, edhe stafit, me disa ditë vonesë, po 3-4 lojtarëve domethënë që kanë qenë barës kryesor tanë vitin të ekipi, nuk ju ka pagu çaj e pak. Domethënë që ka qenë për mu me të vërtetë shumë e dhimbshme, sepse unë thash kam bashkëtu me këta djemë, kemi vujt shumë, edhe kemi bu një sukses. E kështu dhe mu me shpërly lojtarin, është me të vërtetë për të ardhur keq, sepse futbolli nuk përfundon sot. Futbolli ka me vazhdu prapë nesër, pas nesër. Domethënë, mirë, po unë thash se si qytetar i vështres, si djalë i rritën atë ekip, e ndjej veten jashtëzakonisht keq në mënyrën se pse nuk funksionon tash